Thonë se shtëpia është vendi ku ndihesh më i sigurt, por për banorët e këtij kompleksi tek farmacia 10, vetë shtëpia u bë makthi vertikal brenda pak minutave. Unë jam sot këtu, brenda kësaj banese, ku deri dje konsiderohej investim jete, për të kuptuar se si ka mundësi që në vitin 2026 ne ndërtojmë kullat e larta letre që digjen si një fije shkrepseje. Brenda këtyre mureve të nxira nuk ka vetëm shtëpi e sende të djegura. Ka kredi që do të paguhen për 20 vite për shtëpi të cilat nuk ekzistojnë më. Ka kujtime që hiri i mori me vete. Ndërsa grupi hetimor vijon hetimet, kompania ndërtuese bën bilancet e dëmeve materiale, ka njerëz që bëjnë bilancet e mbijetesës. 12 kate u përpin me një shpejtësi që sfidon çdo logjik të zjarrfiksëve. Dëshmitarët dhe hetuesit tregojnë se zjarri nuk nisi brenda dhomave, por vrapoi përmes fasadës. Kjo që shihni nuk është thjesht pasojë e një shkëndije elektrike apo e një pakujdesie. Kjo është pasojë e një zgjedhjeje teknike. Shkuma poliuretan. Shkuma poliuretan, e cila shpesh është zgjidhja e preferuar e shumë ndërtuesve, sepse është e lirë dhe izolon shpejt. Por ajo ka një anë të errët që ligji e njeh, por shpesh e anashkalon. Kur kjo shkumë ekspozohet ndaj nxehtësisë, ajo shkrihet dhe pikon si lëndë djegëse e lëngshme, duke krijuar një reaksion zinxhir që asnjë pompë uji nuk e ndal dot. Ne pretendojmë që nëse do jetë e mundur do bëjmë shmosin që të hiqet e gjithë fasadë, sepse e gjithë fasada është një krim që mund të ndodhi nesër për gjithë banorët, jemi 380 familje. Është vënë në kontakt nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, është duke punuar tashmë me qëllim që neve të kemi mundësinë që brenda një muaji t'ju ofrojmë lejen me qëllim fillimin e punimeve, pra nuk është se hapat nuk janë ndërmarrë, po punohet dhe do vi në teren dhe një grup arkitektësh, por që të vi grupi arkitektëve me qëllim ndërhyrjet që duhen bërë, duhet mbyllet hetimet. Dhe këto janë fakte të cilat besoj janë të mjaftueshëm për të gjithë, patjetër dhe me të shkruar, por një leje e cila aplikohet nga firma për të gjithë banorët. Mjafton që secili nga ju personalisht mund të mblidhni dokumentat e pronësisë për secilin dhe do ta azhëtoja si institucion nga firma deklaratën notariale në emër të gjithë listës që ju do bëni me dije. Por kur aplikon, duhet të aplikosh në emër të pronarit dhe firma vetë që të aplikoj për këtë rikonstruksion duhet patjetër të aplikoj në emrin tuaj të gjithëve. Pse nuk u përdor leshi i gurit, ky material mineral që nuk digjet as në temperaturë 1000 gradë? Përgjigjja është e dhimbshme, kostoja. Diferenca në çmim mes sigurisë absolute dhe rrezikut të llogaritur sot matet me shtëpitë e djegura të këtyre njerëzve. Kush i dha lejet, kush i certifikoi materialet, kush i kontrolloi brizat kundra zjarr që duket se mungonin. Nëse sot nuk kërkohet llogari deri në tullën e fundit, nesër një tjetër fasadë moderne mund të kthehet në furrën gjigande të radhës. Institucionet janë ngritur në këmbë, po bëjmë vlerësimet përkatëse. Është e rëndësishme të mbarojë procesi i hetimit, të na nxjerrë përgjegjësi penale nëse ka, ndërkohë paralelisht edhe grupet e ekspertëve teknik që merren me punimet e ndërtimit, që merren me mbrojtje nga zjarri, që merren me materialet e ndërtimit që do duhet të ndërtohen, të gjithë po bëjnë analizat e tyre përkatëse. Është e rëndësishme të presim t'i kemi këto konkluzione, mbi bazë të cilave ne pastaj do duhet të nxjerrim përfundime se si do të ecim në të ardhmen. Kjo ngjarje patjetër që na ka krijuar na ka dhënë një mësim që do duhet ta reflektojmë në masa konkrete. Nuk mjafton ta fikësh zjarrin me ujë, duhet fikur korrupsioni dhe papërgjegjshmëria që e ndez atë. Sepse asnjë fasadë e bukur nuk mund të fshehë shëmtinë e një sistemi që nuk mbron dot qytetarët e vet.